letrën e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 13, thuhet se dashuria nuk mburret. Nga ana tjetër, në librin e Jeremis, thuhet se duhet të mburremi. Mund të mendojmë se është pak kontradiktore, por fjalët e shkruara te e para e Korintasve, kapitulli 13, tregojnë se nuk duhet të mburremi për veten. Dhe fjalët e shkruara në librin e Jeremis na mësojnë se duhet të mburremi për Perëndin dhe për këtë të vërtetë. Perëndia na ka dhënë gjithçka, përfshirë trupin dhe shpirtin ton. Është Perëndia që i krijoi. Për më tepër, Perëndia i ka dhënë talente të veçanta çdo personi. Përfundimisht, mund të kuptojmë se asgjë nuk vjen prej nesh. Në këtë drejtim, Perëndia na zgjon që nuk duhet të mburremi me forcën tonë. Nëse dikush mburret për veten, kuptohet se është pa dashuri. Me fjalë të tjera, po largohet nga e vërteta e Perëndisë. Le të shohim Jeremia, kapitulli 9, vargu 23. Kështu thot Zoti, i dituri të mos lavdërohet me diturinë e tij, njeriu i fortë të mos lavdërohet me forcën e tij, i pasuri të mos lavdërohet me pasurinë e tij. Por kush lavdërohet të lavdërohet me këtë, të ketë gjykim dhe të më njohë mua, që jam Zoti, që bëj mirësinë, ushtroj të drejtën dhe drejtësinë mbi tokë, sepse kënaqem me këto gjëra, thot Zoti. Kur lexojnë këtë varg, disa njerëz mund të mendojnë se Perëndia është shumë egoist dhe diktatorial. Megjithatë, kjo ndodh sepse Perëndia e di që nëse mburremi me veten, përfundimisht do ta braktisim atë. Mendoni për historinë e kullës së Babelit në librin e Zanafillës. Ata thanë, le të ndërtojmë një qytet për vete, me një kullë që të arrijë deri në qiell. Ndërsa kulla bëhej gjithnjë më e lartë dhe maja e saj ngrihej drejt qiellit, njerëzit filluan të harronin hirin e Perëndisë që u kishte dhënë pushtetin. Në sytë e tyre, ata mund të shihnin kullën e madhe të Babelit e ndërtuar me fuqinë njerëzore. Prandaj, kur njerëzit harrojnë Perëndin, ata përfundimisht zbulojnë veten dhe mburren me veten. Megjithatë, nuk duhet të harrojmë kurrë dashurinë e Perëndisë për ne. Perëndia na deshi aq shumë sa dha birin e tij të vetëm. Ai vdiq madje në kryq për ne. Perëndia nuk na i dha këto fjalë për lavdinë e tij. Arsyeja pse Perëndia na tha ta bëjmë këtë është për përfitimin ton. Njerëzit pëlqejnë të mburren me veten dhe të tregojnë forcën e tyre. Si rezultat, ata shmangen nga rruga drejt shpëtimit dhe mbretërisë së qiellit. Prandaj, Perëndia tha, i dituri të mos lavdërohet me diturinë e tij, njeriu i fortë të mos lavdërohet me forcën e tij, i pasuri të mos lavdërohet me pasurinë e tij. Por kush lavdërohet të lavdërohet me këtë, të ketë gjykim dhe të më njohë mua. Ne duhet të mburremi se e njohim Perëndin dhe se ai na do ne gjithashtu duhet të mburremi për fjalën e së vërtetës së Perëndisë. Perëndia e tha këtë sepse në këto ai kënaqet. Shpresoj që të gjithë ne të mund të mburremi për Perëndin, për këtë Ungjill dhe për të vërtetën ndaj të tjerëve. Faleminderit shumë.